Tani Putinin sa e takove? Putinin nuk e kam takuar. Vetëm letrat kredenciale. As letra kredenciale, sepse unë i kam dorëzuar me ish presidentin Dmitri Medvedev. Medvedev. Se bën atë rokadën. Po, bën rokadën, ky rinte kryeministër Putini. Po si kryeministër nuk e takova asnjëherë. Jo, nuk e takova sepse që të shkojë deri ke Putini, domethënë duhet kishe mesazhe të fuqishme, interesa të mëdha që ne nuk na afronin shumë. Ne nuk na afronin shumë, thënë së vërtetë. Medvedevin sa herë takove? Medvedevin e kam takuar 2 herë, Lavrovin e kam takuar 3 herë gjatë gjithë mandatit tim. Po biseda apo thjesht? Po. Kryesisht në takime shumë palqe, por që shfryzonim rastin për të zhvilluar biseda të drejtë për drejta. Tani, kemi pasur një marrëdhënie, po themi, vizita shtetërore të rangut lartë, se këtu ka ardhur Krushovi, për shembull. Atje ka vajtur me Meçeu, këta që kanë pas detyra. Po a kanë ardhur këtu dhe kemi shkuar ne atje, se mua më kujtohet një vizitë e Aleksandr Meksit në 93-94, që i tha Çernomordin, tha të shesa ca mig. Me gje armiqti, i tha pasaj tha t'i bleun, se është batute forta e Meksit. Po patjetër. Normalisht gjatë mandatit tim unë i nxita marrëdhëniet tona dypalqe në fushat që ne kishim interes. Përfshirë edhe fushën në aspektin politik. Dhe vizita e nivelit më të lartë që kemi bërë gjatë periudhës mandat që kam qenë unë aty, ka qenë vizita e kryetares së kuvendit, zonjës Topalli. Topalli ka bërë vizitë zyrtare në Moskë, mos gabohem në 2013. Ndërkohë që në atë kanë iku PD nga pushteti në 2013. Ja, atëherë o ka qenë fillimi 2013-s, o ka qenë 2012. Po, zonja Topalli është niveli më i lartë i vizitave shtetërore? Po, sepse është numri 2 shtetit. Mbas 90-s, se ka qenë Meçeu kryeminist. Mbas 90-s. Mbas 90-s, zonja Topalli është. Zonja Topalli. Me vizitë zyrtare, jo. Me vizitë zyrtare duhet ta theksoj. Se Alfred Mojsiu ka qenë disa herë. Po, presidenti Mojsiu ka qenë, por në aktivitete të tjera me karakter si thush kulturor, ushtarak, ceremonial, po jo zyrtare. Në atë përvjetorin e luftës botërore që ishte 9 maj, ish pjesëmarrës. Po, ish pjesëmarrës edhe normalisht edhe sepse president Mojsiu ka bërë shkollë, ka bërë akademi ushtarake në Federatën Ruse. Kështu që edhe për këtë vlerësoj edhe ka qenë goxha me vlerësime të larta. Por ka pas shumë që jo ka pas shumë, po e gjithë plejada jone intelektualëve tanë ka qenë formuar në Moskë, po se po. Pse binin dashuri ato vajzat ruse e këtij ke kuptuar se unë ja bëj këtë pyetje këtyre që kanë qenë rusi me studentët shqiptar. Po binin dashuri sepse normalisht aty mbas luftës së dytë botërore ka pas një deficiencë meshkujsh në shoqërinë ruse. Po pëlqen kjo arsye. E para. Jo, mirë, po se edhe këto pëlqen kjo arsye. Edhe këto nuk kanë arsye shumë e fortë. Edhe këto ndikojnë. Së dyti pastaj të rinj tanë, se veçanërisht shkonin meshkuj atje, që studionin, ndiheshin shumë të lirë nga tereni shqiptar. Shkonin në një vend shumë të zhvilluar se Shqipëria. Po jo, me Kinën asi 6.000 kinezë edhe këtu nuk ka një dashuri. Por ndryshojnë shoqëritë, mentalitetet. Po kishim ç'ne kjo lidhje, ç'ne? Me popullin rus kemi shumë gjëra të përbashkëta. Domethënë jemi popull punëtor, po se po patriot, po se po liridashës, po se po, por edhe të apasionuar mbas lidhjeve dashurore. Ne jemi mesdhetar, ne ndihemi, por edhe ata këto i kanë pas goxha të zhvilluara dhe pa ndonjë lloj frenimi social, ose qoftë edhe tradicional, ose zakonor. Kështu që nuk ishim problem. Madje mua më ka ndodhur gjatë periudhës mandatit tim që më kanë ardhur bitë këtyre... kanë ardhur fëmijët atyre? Kanë ardhur në ambasadë, edhe kërkonin baballarët ku i kanë, ku si kanë. A i gjetën? Po kishte që i gjetën, kishte që si gjetën, se varet pastaj dhe nga reagimi i familjeve. Fëmijët e këtyre lidhjeve? Po, lidhjeve që kanë lindur në Moskë. Kishte lidhje sekrete? Që bën fëmijë? Po kishte, po. Kishte edhe lidhje sekrete? Edhe që si pranonin familjet e mëtejshme
këtu në Shqipëri pranonin edhe aty mbyllej historia sepse duhet të krijojë një lloj konsensusi familjar social. Po patjetër, megjithatë unë i mbaj afër dhe ata kontingjent. Këta të këtyre isht bive, ta themi, të këtyre... Po sa, kishe në numër, sa ishte ky numër aty që të erdhën e të kërkuan dua babain në Shqipëri? Ja, nuk ishte shumë, mund të ishte rreth 10 të tillë. 10 rus kanë kërkuar babain në Shqipëri, kanë vajt ambasadorit atje në Moskë, ambasadorit shqiptar duan babain. Po ndërkohë që kishte edhe të deklaruar. Të deklaruar, po, tjetër, ishin me çifte. Tani të lutem ambasador, më trego pak për Ismail Kadaren kur keni qenë ju atje, është bërë një dokumentar i Piro Milkanit, dokumentar shumë i bukur, me vendet ku ai kishte jetuar, pra si student, në po themi në konvikt, në Institutin Gorki, ku studioi, po edhe ambientet të tjera. Pikërisht. Ajo ishte një ngjarje për të shënuar, megjithëse kishte një karakter më tepër njohës dhe kulturor për sa i përket një opinioni më të gjerë, pra ku Kadareja jepte kujtimet e tij nga periudha që ka qëndruar në Ish-Bashkimin Sovjetik të atëhershëm, që ka studiuar në Institutin Gorki. Dhe ne natyrisht i ambasadë u angazhuam që të krijonim një qëndrim sa më të këndshëm për të realizuar objektivin e vet, ku ka qenë edhe regjizori Piro Milkani. Ai vinte mas 50 vitesh. Mas 50 vitesh në Moskë. Nuk ishte kthyer asnjëherë fare. 50 vite. 50 vite edhe natyrisht ne i bëm një program të tillë që edhe të kujtonte, edhe të egzaltohej, por edhe të na tregonte. Dhe kujtimet e tij ishin shumë interesante. Ne vajtëm dhe ke shtëpia e Pasternakut. Pasternaku ne e kishte... Po, e kishte idhull, dhe normalisht më ka treguar me gojën e tij se si ai ka refuzuar që të merrte pjesë me studentët e Ish Institutit Gorki për të protestuar kundër Pasternakut, ndërkohë që këto protesta i organizonte qeveria e Moskës edhe qeveria studentore që ishin në ndikimin politik. Ai nuk ka vajtur. Pra ata që na ndjekin, Pasternaku mori çmimin Nobel. Bashkimi Sovjetik nuk ja pranoi, pra regjimi, Stalini madje. Dhe ka bërë një telefonat, sa ishte ajo telefonata? Ajo ishte një telefonat jo shumë e gjatë, po me mesazhe të drejtë për drejta. Mos u kruaj kështu pak a shumë, po themi trash domethënë. Dhe organizoi e detyronin atë që të mos e merrte çmimin Nobel. Dhe organizoi protesta. Një nga këta që ka refuzuar të marrë pjesë në protestë, Ismail Kadare refuzoi të merrte pjesë në protestë kundër Pasternakut, kundër Pasternakut, edhe kur kemi shkuar dhe Doktor Zhivagos, autori Doktor Zhivagos. Edhe po Kadare ka përmendur dhe një nga librat e tij. Po, e ka shkruar edhe te mosmarrveshja, ke mosmarrveshja. Po edhe në tjetër, po te mosmarrveshja ka përshtypjen që mosmarrveshjen e ka botuar mbasi ka vizituar shtëpinë muze të Pasternakut edhe varrin e Pasternakut. Dhe varrin, po. Tregoj në një gjë? Po, pikërisht tregoj këtë aspekt një, edhe si thosh ndikimin që ka pas Pasternaku në letërsinë e Kadares. Ul aty tek vari. Po. Ul tek vari Pasternakut, që ishte në të njëjtin obor ku ishte dhe shtëpia, ishte qytet muze. E organizuan për një periudhë shumë të shpejtë, me thënë të drejtën, edhe normalisht institucionet aty u organizuan, u ngritën këmbë, i thash do ta bëjmë se s'bën, morën makinën dhe ishte në periferi, ishte një 60-70 kilometra në periferi të Moskës. Shumë e bukur kjo. Edhe vajtëm aty, ul në një stol që ishte stol për druri, e kam parasysh, edhe shikonte varrin dhe mendoi, edhe më fliste kështu si në përdhëm Kadareja, domethënë që tregonte ato kujtimet e tij. Tjetër gjë ishte shumë e bukur periudha ose vizita që bëri tek konvikti ku kish jetuar. Te konvikti. Më tha do më çosh ke konvikti. Patjetër i thash. E mora. Mos më thoj që gjeti dhomën. Po. Vajtëm te dhoma. I thash do ta shikosh dhomën? Më tha nuk ka ndonjë interes, e ka ndryshuar, tha, por derën e pashta. Se të gjitha ata u vunë shërbim pastaj, çelsi njëri kush e ka, çfarë studentësh janë, se vajtëm paradite. Edhe e vizitoj aty ndeti aty ke ai korridori, po më tregonte këtu njëri, këtu tjetri, miqtë e shokët e vet, se vetë shokët tregonte. Edhe pastaj zbriti aty në hall, edhe ka marrë direkt në telefon bashorten, Helenën. Po Helena nuk ishte me ata. Ja, nuk ka qenë vetë. Ishte.
Duhet se ka qenë bujari, Butusi. Po, bujar Udhri, po. Bujar Udhri, se du ta themi. Po, patjetër. Edhe merr Helenën në telefon edhe i tregon çfarë më kanë bërë mua këta, më kanë çuar ke konvikti, unë gjitha der ke dhoma, kështu pash këtë. Pas nostalgji, shumë nostalgji aty dhe u prek në një farë. Edhe mbasi foli me Helenën i thash, zoti Katarej, i thash kam një kërkesë, çam thamu. E thash, unë e di që ti kafen e pije në qendër të Moskës, po më thamu, në një hotel Moska, kafe Moska quaj. E thash, shkojmë dot, i thash, edhe do më tregosh çfarë ndryshimesh ka bërë kjo rrugë tim që do bëjmë ne në kuadrin në arkun kohët 50 viteve. Tha, me kënaqësi tha. I thash, nuk është shumë larg, besoj që edhe mos lodhesh. Megjithatë ikën në makinë, jo me këmbë tha.